Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse ju ndodh kjo gjatë natës në mëngjes, shkoni urgjent tek mjeku. Nëse djersini shpesh natën, atëherë kjo është diçka për të cilën duhet të shqetësoheni. Në qoftë se dhoma juaj e gjumit është jashtëzakonisht e nxehtë ose ju jeni duke përdorur shumë batanie, ju mund të djersini gjatë gjumit dhe kjo është normale. Megjithatë, për të dalluar shenjat e djersitjes së natës, të cilat lindin nga shkaqe mjekësore, nga ato që ndodhin për shkak të mjedisit përreth, mjekët në përgjithësi i referohen djersitjeve të vërteta të natës si valë të rënda nxehtësie, të cilat mund t'ju njomin edhe rrobat e gjumit, çarçafët dhe që nuk janë të lidhura me një mjedis teje të nxehur. Cilat janë simptomat e djersitjes së natës? Me praninë e infeksioneve apo sëmundjeve të caktuara, bashkë me djersitjet e natës, mund të shfaqen edhe ethe. Ndonjëherë mund të shfaqen dhe të dridhura ose ndjesi të ftohta. Me sëmundjet e këqija, pacientët mund të përjetojnë rënje të pashpjegueshme në peshë, djersitjet e natës për shkak të tranzicionit menopauzal janë të shoqëruara me simptoma të tjera tipike të menopauzës, si valët e nxehtësisë dhe ndryshime të humorit. Djersitjet e natës, të cilat shfaqen si një efekt ansor i barnave, mund të shoqërohen me efekte të tjera ansore në varësi të llojit të përdorur. Ndërkohë, gjendjet mjekësore të cilat sillin djersitje të tepërt në përgjithësi, në krahasim me djersitjen vetëm gjatë natës, mund të shkaktojnë rritje të djersitjes në orët e tjera të ditës. Të zgjohesh pas mesnate në orën 2 apo 3 të mëngjesit dhe të mos të arrish flesh më është vërtet sfilitëse. Nuk ka ndonjë shpjegim mistik, ndodh shpesh dhe është përgjithsisht si pasojë e shqetësimeve që krijojnë pikërisht gjendjet e ankthit. Në këtë video ne do të përpiqemi që ta shpjegojmë këtë fenomen në mënyrë që ju të kuptoni dhe të keni mundësinë që ta zgjidhni. Nuk duhet të lejoni në asnjë mënyrë që ky problem të zgjasë në kohë. Pasojat e zgjimit pas mesnate. Ekzistojnë shumë publikime lidhur me këtë fenomen. Duhet të dini që nuk është diçka e jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për reagime të trurit, i cili është në nivele të përpunuara të ankthit. Në disa raste, kur problemi juaj fillon edhe bëhet i vazhdueshëm dhe zgjat në kohë, në disa raste, ky duhet trajtuar. Duhet të merren në shqyrtim të gjitha shkaqet që ju bëjnë të zgjoheni pas mesnate. Nëse pas zgjimit ndiheni anktioz, vuani nga takikardia dhe ndiheni të kërcënuar, në përpjekjet e dështuara për të fjetur sërish, rritet nervozizmi dhe mendimet e këqija ndikojnë për të mos fjetur. Edhe nëse ja dilni sërish të flini, gjumi është i lehtë dhe i lodhshëm. Ky fenomen përsëritet 2 apo 3 herë në javë. Atëherë ankthi shkakton zgjimin gjatë natës. Nëse gjatë natës ju ndodh shpesh kjo gjë, atëherë ju duhet me patjetër të shqetësoheni. Puna që bëni mund të jetë shumë e lodhshme ose keni nevojë për ndonjë moment pushimi. Të gjitha këto që ne sapo përmendëm gjenerojnë ankthin për të cilin mund të mos jemi për herë të vetëdijshëm, por truri reagon në momentet e pushimit. Ankthi gjithashtu godet në mënyrë të drejtpërdrejtë sistemin tuaj nervor qendror, që fillon të ndryshojë me karakteristika tepër të lehta gjatë kohës së pushimit. Të gjitha këto nga ana tjetër ndikojnë edhe në fazat e gjumit. Ankthi fragmenton njëkohësisht gjumin dhe vështirëson arritjen e fazës REM, faza ku gjumi juaj bëhet edhe më i thellë. Truri interpreton këtë ankth si kërcënim, si diçka prej të cilës duhet që të largohet.
Ndjesia e kërcënimit ndërpret të dhunshëm gjumin pak kohë pasi ju ka zënë. Si ta zgjidhni ju këtë problem? Para së gjithash, duhet të gjetur pikërisht burimi i ankthit. Ju duhet të kuptoni se diçka nuk po shkon ashtu siç duhet. Para së gjithash, duhet gjetur pikërisht se çfarë po ju shkakton këto probleme. Përpiqeni të bëni ndryshime të vogla në përditshmërinë tuaj dhe të paktën bëni një shëtitje 30 minuta, ecni dhe merrni frymë thellë. Mos e lodhni veten me mendimin se nëse do të zgjoheni gjatë natës apo jo. Vendosjeni vetes si detyrë që duhet të flini. Gjëja më e mirë që mund të bëni dhe njëkohësisht edhe më e vështira është që të zbrazni të gjitha mendimet e këqija. Dhoma duhet të jetë e freskët dhe njëkohësisht e ajrosur mirë. Temperatura e duhur sipas ekspertëve është rreth 20 gradë. Përse zgjoheni të lodhur nga gjumi i natës? Gjumi është një proces i cili ndihmon automatikisht çlodhjen e trupit dhe të trurit. Ky proces rigjenerimi mendor dhe njëkohësisht fizik zgjat mesatarisht nga 7 deri në 8 orë. Pas një gjumi të gjatë, ju sigurisht duhet të ndjeni super të rifreskuar dhe energjik, por në fakt jo gjithmonë ndodh kështu. Me siguri ju i mbani mend rastet kur jeni zgjuar më të lodhur dhe të plogësht se para se të mbyllni syt. Kjo gjithashtu është një ndjesi as pak e pëlqyeshme për askënd, ndaj në këtë video ne do t'ju tregojmë disa nga arsyet më kryesore pse ndodh ky fenomen. Zgjoheni të lodhur dhe me shije të keqe në gojë. Kjo është një simptom gastroezofagale që ndodh kur lëngjet e stomakut kthehen në ezofag. Studime të shumta kanë treguar se 1 në 4 njerëz të cilët flen pak dhe keq kanë këto simptoma të refluksit dhe mjekët thonë se kjo është një sëmundje e mirëfill që shumë persona nuk e vënë re se po e vuajnë. Kjo pasi nuk jep shenja të përditshme dhe të vazhdueshme, por shfaqet vetëm gjatë natës kur njeriu është i pavetëdijshëm. Shkoni shpesh në tualet dhe keni parati gjatë natës. Këto simptoma janë një shqetësim për shumicën e të rriturve duke shkaktuar dhe mungesë të gjumit gjatë natës. 3 në 5 të rritur vuajnë nga mungesa e gjumit dhe kjo vjen për shkak të zgjimit nga nevoja për të përdorur tualetin më shumë se 1 apo 2 herë në natë. Shtrëngimi i nofullave dhe dhëmbëve. Shtrëngimi i dhëmbëve është një ndër problemet më të zakonshme për njerëzit teksa flen. E njohur ndryshe si sëmundja e bruksizmit, ndodh kur shtrëngoni nofullën në mënyrë të pavullnetshme gjatë natës, duke ndërhyrë kështu në cilësinë e gjumit tuaj dhe duke ju hequr ndjesinë e çlodhjes edhe gjatë ditës. Lëvizja e shumtë gjatë natës. Nëse kur zgjoheni në mëngjes e gjeni veten në anën e kundërt të krevatit për shkak se keni lëvizur shumë, ka disa arsye. Lëvizja e shumtë është një shenjë e sëmundjes së nervave të këmbëve. Ekzistojnë disa simptoma të këmbëve të cilat lëvizin edhe kur ju jeni duke pushuar. Për këtë arsye, ju zgjoheni të lodhur çdo mëngjes pasi trupi juaj ka harxhuar energji edhe gjatë natës. Zgjoheni me gojën shumë të thatë apo me frymë të keqe. Këto janë simptoma që lidhen drejt për drejt me frymëmarrjen dhe gërritjen që shkaktohen nga bllokimi i rrugëve respiratore. Prekin një numër të madh njerëzish duke ju prishur cilësinë e gjumit për shkak të mungesës së frymëmarrjes. Nëse nuk merrni frymë lirisht, ju do të flini me gojën hapur dhe kjo do të ndikojë në tharjen e saj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.